Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shoqëro me të mirin. Besimtari duhet vazhdimisht të shoqërohet me njerin e mirë, dhe asesi me njerin e lig. Për arsye se i miri të tërheq nga e mira, i ligu, nëse ti nuk je ai i cili tërheq nga e mira, do të tërheq nga e keqja. Pejgamberi unë, paqja dhe mëshira Allahut sallallahu ta'ala alaihi wasallam qoftë mbi të, tha: El mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Njeriu është në fejen e shokut të tij. Andaj le ta shikoj secili prej jush kanë e merr për shok. Besimtari mundohet që ta marrë një besimtar, i cili është në nivelin e imanit të tij, apo edhe më i ngritur se ai, me vetmin qëllim që ai t'i bëjë dobi, të tërheqë nga xhamia, të tërheqë nga e mira. Mirë po, besimtari asesi nuk duhet ta neglizhojë edhe thirrjen e Islam. Ta shoqëroje edhe një njeri i cili ndoshta nuk është i mirë po jo vazhdimisht. Të jese në kohën decide e kufizuar, në të cilën mundohet që ai të jese i cili e tërheq ata të keqin nga e mira. Për arsye se i keqi, Allahu na ruaj nga lloji i tyre, mundohet vazhdimisht të tërheqë edhe ai nga veprat e tija. Për arsye se Allahu citon Kur'anin famullar dhe thot: "Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima." Dhe kanë dëshirë ata të cilët i pasojnë epshet e tyre dhe egot e tyre, që të tërheqin nga vetvekja e tyre, që të bëni sikur ata. Andaj pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha: shembulli i atij të cilët shoqërohet me njerin e mirë dhe shembulli i atij të cilët shoqërohet me njerin e lig dhe të keq është sikurse shembulli i një njeriu i cili shkon dhe futet me një dyqan në të cilin ka parfume. Çfarë ere do t'i vere? Do t'i vere aromë e mirë. Andaj edhe njeriu i mirë me njeriu e mirë ka aromë të mirë dhe sjellje të mirë. Ndërsa i ligu e përshkruajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur një njeri i cili shkonte një xehtar, i cili shkrin hekur apo are apo diçka. Çfarë ere e tyre do të vere? Do të vere ere tymit, erë e qymirit, erë e zjarit dhe kështu me radhë. Andaj shoqëro me të mirin, mos u shoqëro me të keqin. Në Ramazan mundohet që të shoqërohesh me një njeri i cili ta ngrit imanin tan, as si ai i cili ta ul imanin tan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.